Pra, në një farë mënyrë edhe dehidratimi, mungesa mineraleve ka efektet e saj negative. Magnezit e kaliumit na jep probleme që neve do ndjehemi të lodhur kur jemi me pushime. Prandaj duhet gjithmonë t'i marrim sasinë e duhur të ujit, po edhe të elektroliteve dhe të kemi gjithmonë kujdes për ne dhe për fëmijët. Po edhe kur ndryshojmë këtë rutinën që ne shkojmë me pushime në plazh që ndrojmë dyshekun, ndrojmë jastikun, rrim për orë të gjata në shezlong, na jep probleme për posturën. Ne jemi mësuar për shembull që rrim në shtëpi, kemi atë dyshekun ton, kemi atë jastikun dhe kur e ndryshojmë themi sa keq ndihem. Ka baza që ne ndihemi kështu sepse duke ndryshuar dyshekun, ai mund të jetë shumë i butë ose shumë i fortë. Dhe trupi jonë shpërndajnë peshat e trupit kur jemi shtrirë në disa zona të ndryshme dhe nuk bëjmë gjumin e mirë, nuk relaksohemi dhe zhvillimi të lodhur. Për shembull, kur ikem me pushime gjithmonë marr jastikun me vete sepse janë mësuar me të dhe kam. Është i personalizuar mbase. Dhe neve ruajmë atë formën e sës që ka trupi. Shpesh ndodh të shkojmë në një hotel dhe atë jastikun i kemi shumë të lartë dhe kur zgjohemi me dhimbje qafe, të ngrirë. Dhe pikërisht këto në prishën dhe pushimet, kështu që shihen si duhet. Këto diferencat ndoshta nuk jepet rëndësi, po duhet t'i mendojmë gjithmonë kur i bëjmë.